Ishte një nga ato pasdite kur heshtja peshon më shumë se fjalët. Kafeja ishte ftohur mbi tavolinë, ndërsa qyteti jashtë vazhdonte jetën e vet, i pa interesuar për dilemat e njerëzve brenda mureve. Labinoti e shikoi Alben drejtë në sy. Nuk ishte pyetje kurioziteti, por një pyetje që vinte nga një shqetësim i vjetër, i mbledhur me kohë. Alben, a do të martohesh me Limin? Alba nuk u përgjigj menjëherë. Nuk ishte sepse nuk e dinte përgjigjen, por sepse e dinte shumë mirë sa e rënd ishte ajo. Mori frym thellë, sikur të donte të nxirrte nga gjoksi gjithë vitet e pasigurisë, pritjes dhe zhgënjimit, vetëm nëse Limi fokusohet i gjithë te unë. Tha më në fund, zëri i saj ishte i qetë, por jo i bull. Ishte zë njeriu që ka menduar gjatë. Labinoti ngriti vetullat. Çfarë do të thuash i gjithi? Alba buzëqeshi lehtë, por ishte një buzëqeshje pa gëzim, do të them mendjen, zemrën, kohën, prioritetet. Jo gjysma mendje, jo premtime të bukura dhe veprime të zbrazta. Ajo u mbështet pas karriges dhe syt ju humbën diku larg, sikur po shikonte një version të kaluar të vetes, sepse Labinot. Ujku qimen e ndëron, por zakonin se haron. Kjo fjali ra rënd në dhomë. Jo si akuzë, por si përfundim, e shkuara që nuk harohet lehtë. Alba dhe Limi nuk kishin qenë një histori e thjeshtë. Ishte ajo lloj lidhjeje që fillon me pasion të madh dhe vazhdon me shumë justifikime. Në fillim, Limi ishte gjithçka që Alba mendonte se donte, i zgjuar, i sigurt, plot fjalë të mëdha për të ardhmen. Fliste për martesë, për shtëpi, për ne sikur ishte një plan i shkruar tashmë, por me kalimin e kohës, Alba vuri re se ne, ja ishte gjithmonë në fund të listës, gjithmonë kishte diçka tjetër, një shoqëri më e rëndësishme, një ambicie personale. Një shpërqendrim i përhershëm, një prit pak, tani s'është momenti, dhe Alba priste. Sepse dashuria, siç i kishin mësuar, duhet të ishte durim, por durimi, kur zgjat shumë, shndërrohet në lodhje. Kushti i saj nuk është ultimatum, ti po i vë kusht martesës. E pyeti Labinoti. Alba tunte kokën ngadalë. Jo. Kushtet i vë vetes sime. Nuk dua më të hyj në një martesë me shpresën se dikush do të ndryshojë. Ajo u përkul përpara, sikur të donte që fjalët t'i peshonin mirë. Martesa nuk është provë karakteri. Është përfundimi i tij. Dhe aty qëndronte frika e saj më e madhe, se Limi mund të ndryshonte përkohësisht, vetëm sa për ta bindur, se fokusi i tij mund të ishte një fazë, jo një bindje. Ujku qimen e ndëron. Kjo shprehje nuk i vinte nga inati. I vinte nga vëzhgimi. Alba kishte parë njerëz që premtonin besnikëri, por kërkonin vëmendje kudo tjetër, betoheshin për ndryshim, por ktheheshin te zakoni i vjetër sapo situata qetësohej, martoheshin jo sepse ishin gati, por sepse kishin frikë të humbnin. Unë nuk dua të jem arsyeja pse dikush sillet mirë, tha ajo. Dua të jem zgjedhja e tij, jo frena e tij. Po nëse ai vërtet ndryshon, Labinoti e shtyu bisedën më tej, po sikur këtë herë të jetë ndryshe. Alba heshti gjatë, atëherë nuk do të ketë nevojë të më bind. Do të duket. Sepse ndryshimi i vërtet nuk flet shumë, nuk kërkon duar trokitje, nuk ka afat, nuk kthehet mbrapsht sapo ndihet rehat. Unë nuk jam kundër martesës. Shtoi ajo, jam kundër martesës ku gruaja duhet të luftoj për vëmendjen e burrit të saj. Përfundimi i heshtur, biseda mbaroi pa një përgjigje përfundimtare. Por ndoshta nuk kishte nevojë. Labinoti e kuptoi se Alba nuk po kërkonte për sosmëri, po kërkonte qëndrueshmëri, jo dashuri të zhurmshme, por për kushtim të heshtur. Dhe pyetja, a do të martohesh me Limin? Mbeti pezull, aty ku duhet të jetë çdo pyetje e madhe, jo në gojën e të tjerëve, por në veprimet e atij që duhet të përgjigjet.